أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar ashtu siç e meriton ai Gjalla Xhelalu. Selamet i dërgojmë mësuesit të njerëzisë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, duke lutur Allahun e lartësuar që edhe ne jemi pjesë atyre besimtarëve të cilët e ndjekin rrugën e Muhammed Mustafa alaihi salatu wassalam. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Zotit Gjalla wa Ala dersin e 47 me radhë nga veprat e zemrës. E që neve që disa derse jem të folë për një prej veprave të zemrës që është frika ndaj Zotit Gjalla Xhelalu. Në dersin e kaluar filluam shpjegimin e disa tregimeve dhe ngjarjeve që Zoti Gjalla Xhelalu ka shpjeguar në librin e tij Fisnik dhe Resulullah alayhi salatu wassalam në sunetin e tij rreth njerëzve të mëdhaj të cilët ja kanë pasur frikën Allahut azza wa jall. Ne filluam prej gjërave të ngurta të cilat ja kanë frikën Zotit, prej kafshëve dhe insekteve, prej pejgamberëve, prej melajkeve, pra prej krijesave më të afërta të Zotit Gjalla wa Ala. Për të vazhduar inshallah taala edhe sot, për arsye se ka tregime që neve si musliman na tregojnë se sa të afërt kanë qenë ata njerëz me Zotin e tyre. Si kanë rregulluar raportet me Allahun e lartësuar duke ja pas frikën atij, e kur robi pastaj ja ka frikën Zotit, dora e tij nuk prek aty ku nuk duhet, syri i tij nuk shikon aty ku nuk duhet, veshi i tij nuk dëgjon aty ku nuk duhet, por ai vepron në bazë të asaj që Allahu Gjalla Xhelaluhu është i kënaqur dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Në dersin e kaluar shpjeguam për frikën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të khulafave rashidin, dhe shpjegojmë disa ngjarje nga sahabët për dal pastaj te tabiinët, njerëzit të cilët kanë ardhur mas shokëve të Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Tregohet për Ebu Hurajrën radhiyallahu ta'ala anhu, Ebu Hurajra sahabi i Resulullah sallallahu alaihi wasallam, që kur ka filluar me shpjegu një hadith Resulullah alaihi salatu wassalam, ghushi alaihi 3 marrat, i ka rat fikt 3 herë. Nga frika ndaj Zotit ka filluar me tregu një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yuhaddithu bi hadithi thalathati alladhina hum awwalu man tusa'ara bihim an-nar yawm al-qiyamah. Kur ka filluar me shpjegoj hadithin e atyre 3 personave me të cilët ndizet zjarri i xhenemit ditën e gjykimit, 3 herë ka rat fikte Abu Hurajrës radhiyallahu anhu prej frikës që ka pas Zoti. Sepse ka filluar me shpjegoj një hadith të Resulullah i cili na tregon për 3 grupe njerëzish me të cilët niset zjarri i xhenemit. Allah na ruaj prej zjarrit. E kategoria e parë janë ata të cilët lexojnë Kur'an. Janë xhallarët. Janë ata të cilët e shpjegojnë dinën e Zotit. Kategoria e dytë janë ata të cilët kanë luftuar. Edhe kategoria e tretë janë ata që kanë dhënë shumë sadak. Me këta 3 njerëz niset zjarri i xhenemit. Kur ka filluar Abu Hurajra me shpjegu këtë hadith, i ka rat fikt, sepse vetë ka qenë prej atyre që është duke shpjegu fetë, se kur del para Zotit Gjalla wa Ala, lexuesi Kur'anit, edhe e pyet Zotit pse ke lexuar Kur'an. Do ta mësu librin tëm përmendsh. Ja kam me pozitë tek njerëzit. Thotë Zot, për ty e kam lexuar, thotë po gënjen. S'mund më mshef Zotit. Ke lexuar me thon lexuesi i madh dhe kanë thon, s'ke lexuar për Zotin ti. E marrin luftarin me lajket, thotë Zoti, pse ti ke luftuar? Ke humb jetën, thotë Zot, për ty e kam humb jetën, thotë po gënjen. E ke humb jetën me thon trim, edhe kanë thon, s'ke luftuar ti për Zotin Gjalla Xhelalu. Edhe ata që ka dhënë sadaka, ka thënë ty, të kom dhënë pasuni, të kom nderu, po thotë Zot, me këtë pasuni u kom ndihmu tjerëve, thotë po gënjen, s'unem shef ato që ka pas në zemër. Thotë ju ke dhënë me thon njerëzit bujar, edhe kanë thon, s'ke dhënë ti për Zotin. E Abu Hurajra, kur e ka nis me shpjegu këtë hadith, prej frikës që e ka pas Zotit, i ka rat fik 3 herë, sepse e ka ditë që kjo çështje nuk është loj, nuk është hajgare feja Zotit, nuk është hajgare dini Zotit. Çështja me të cilën neve kemi dalë para Zotit,
Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu, por ja ka pas frikën Allahut azza wa jall edhe kur ka sfiguar ndonjë hadith nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Abdullah ibn Mas'udin ai thot një fjalë të madhe. Thot inal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alayh. Besimtari vërtet ja ka frikën gjunaheve të tina. Ka frikë prej mëkateve, prej gjunaheve. Thot sikur se me qenë ulur afër një kodrës, edhe kodra po dën me i ra në kokë. Kështu thot besimtari ka frikë prej gjunaheve të tij, sepse nuk e din Zoti ja ka falë apo jo. Ky është muslimani i vërtet, i cili ka frikë prej mëkateve të tij, sikur se me ul afër një kodrës se që bën me i ra kodra në kokë. Dësa thot o amal fajir, sa i përket thot njeriu që s'është në rrugën e Zotit, yara dhunubahu ka dhubabin marra ala anfihi fa qala bihi hakadha. E ai që s'është në rrugën e Zotit, gjunahet e tij i sheh thot sikur se miza që ka dashur me unal në hun, edhe ja ka bë me dorë, e ka tut mizën. Kështu thot është dallimi mes besimtarit të vërtet edhe atij që se ka dert fare heq punën e ahiretit. Heq s'friksohet. Heq nuk e ka dert që ka me dalë para Zotit Gjalla wa Ala, bon gjunahe pa llogari, edhe gjunahet e tij thot i llogarit sikur një mizë që i nalet hun, edhe e tut. A muslimani e llogarit gjunahen si kodër që po dën me i ra në krye. Ky është dallimi mes atij që është në rrugën e drejtë edhe atij që është në rrugën e shtremt. Ai që është në rrugën e drejtë e din që ka me dalë para Allahut Gjalla wa Ala më llogarit, edhe i friksohet gjunave dhe mëkateve të tij dhe i lën mëkate dhe nuk bën mëkate për Zotin Gjalla shanuhu wa taqaddasat asma. Ebu Derdaja, shoku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thot inni akhwafu ma akhafu idha waqaftu ala al-hisab. Më shumë ti thot që ja kam frikën ditën kur dal para Zotit Gjalla wa Ala me dhon llogari, e yuqalu li, edhe kam frikë që kam më thonë mua, qad alimta fama amilta bima alimt. Thot edhe kam frikë që kam më thonë ky llaf. Qad alimt, ti ke ditë gjanat mirë, e ke ditë çka është halal edhe harami. Fama amilta fima alimt, çka ke punu me atë që e ke ditë. Thot kam frikë këtë fjalë veç, edhe kam pastaj frikë që më dënona. Çka ke punu me atë që e ke ditë? Ka thonë ti e ke ditë, e kanë shoku Rasulullah, qad alimt, e di çka është halal, çka është harami. Çka është namazi, çka është agjerimi, çka është zakati, çka është haxhi, i ke ditë. Thot edhe më pyet bua ki Zoti Gjalla wa Ala ditën e gjykimit, çka ke punu me dijen që ke pas? Çka ke punu me dijen që ke pas? Çfarë përgjigje ne i dham Allahut azza wa jall, dashur vëllezër, në qoftë se pyetni me ata, çka ke punu me dijen që ke pas? A ke ditë që du të mi falë 5 kote namazit? Po pse jemi mjaftuar veç me një xhumë? Pse jemi mjaftuar me një xhumë? Pse? A e bon mend që ka mëna u pyet kjo pyetje? A ke ditë për shembull që agjerimi është obligim? Pse s'e ke agjeru? Pse s'ke dhënë zeqat? Pse si shkon haxh që ke pas mundësi? Pse s'e ke respektuar të vjetrin, prindin atë, fëmijën me mëshiru? Pse s'e ke ndihmu atij i cili ka pas nevojë dhe ke pas mundësi me ndihmu? Gjitha këto robi i pyet, robi që ja ka frikën Zotit, bën pyetje vetes së tij. Për këtë ulema e Islami thonë, ka shpëtuar që llogarit veten e tij para se më shku te Zoti xhallahu ala. Ka shpëtuar ai që e llogarit veten e tij para se më llogarit. E bën hesab, sikurse ai biznesmeni i cili i bën llogarit mirë për biznesin e tij. Sepse ndryshe falimenton. Edhe shumë e udhës është kjo punë. Kështu du të me qenë muslimani në raport me Zotin Gjalla wa Ala. Me llogarit veten e tij para se me llogarit para Zotit. Çdo ditë që ne e kalojmë, kur vjen mbrëmja me thotë çka kam bërë në gjatë kësaj dite. Llogarit ditore, javore, mujore, vjetore. Kështu funksionojnë bizneset e suksesshme. Llogarit ditore, javore, mujore dhe vjetore.
edhe çdo 6 muaj bile. Kështu do të në funksionu muslimani. Llogari vetës së vet, ditore, javore, mujore, vjetore. Në mënyrë që me qenë i suksesshëm para Allahut Azza wa Jall nesër në ditën e gjykimit. Këtë na i mësojnë sahabët e Resulullah. Ky Ebu Derdaja, shok i Resulullah, një prej shokëve të tij, Xhubair ibn Nufejri, thot kom shku me e vizitu në Hims, ka jetu në Hims të Siris, Ebu Derdaja. Edhe kom gjetë duke falë namaz në xhami. Kur erdhët në tehijat, pasi që e lexoi tehijatin edhe salavatet, e lutte Allahun kundrej dyftërsisë, Allahumma inni a'udhu bika min an-nifaq, o Allah ruan prej nifaqut, prej dyftërsisë, prej munafiqllakut. Shumë tha e lutte Zotin kundrej munafiqllakut. Derisa kur e dha selam i thash, o Ebu Derda, si e betja që je munafik. Ti apo di kush je? Ti je shok i Resulullah, ti ke veprat moja, ti je djeri mirë. Qysh ti gjithë këtë lutje po e bën kundrej dyftërsisë, kundrej nifaqut, kundrej munafiqllakut. Çe ka thonë Ebu Derdaja radhiyallahu anhu? Allahumma ighfir thalatha, të të kalut Allahun azza wa jall. S'di sa herë, 3 herë më shumë kundrej nifaqut. Ka thonë men ya'manu al-bala. Ka thonë kush është i sigurt për sprovave? A më tregon ti mu kush është i sigurt për sprovave? A ka në njeri që është i sigurt edhe do nësë unë e te i kaloj çdo sprovë që më vjen prej Zotit? Jo. Për këtë Ebu Derdaja ka bë dua kundër nifakut, se ja ka pas frikën Zotit xhallahu ala. Ka thonë sepse nuk është i sigurt askush prej sprovave që munden me na godit edhe nesër Zoti xhallahu ala, pastaj mundet me na sprovu. Atë shumë ja kanë pas frikën dyftësisë, kush njerëzit më të mëdhajtë të umetit dashur vëllezër besimtar. Thot Ibrahim at-Taymi rahimahullahu ta'ala, thot ma aradtu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukaththiba. Thot ky Ibrahim at-Taymi rahimahullah, thot kur e krahasoj fjalët e mia me veprat e mia, dal gënjeshtar. Kur i marr dhe i krahasoj fjalët të cilat i kam fol me veprat të cilat i kam frikë që te Allahu Gjelle Gjelaluhu dal gënjeshtar, dal rëndë. Pse? Sepse Allah Azza wa Jall thot, ja ju alladhina amanu, lima taquluna ma la tafalun. Allah Azza wa Jall thot, o ju të cilët keni besu, pse po e thoni ato që se veproni? Kebura maqtan inda Allahi an taqulu ma la tafalun. Te Allahu është shëmtuar ajo që ju e folni dhe nuk e zbatoni dhe nuk e praktikoni. Prandaj muslimani konform fjalëve të veta duhet me pas praktikën e vet. Bile musliman të parë, sigur këta që ne jemi duke lexuar për ta, praktika e tyre ka qenë më e madhe sa fjalët e tyre. Shumë pak kanë fol, shumë kanë vepruar. Shumë kanë vepruar. Veprat e tyre kanë treguar për ta. Për këtë edhe ulema e Islamit thonë, mos e shiko dikon fjalët e tij, shikoja veprat. Shikoja veprat. Çfarë punë bën ai? A është i sinqert punën e tij? A kryen punën me sukses? A është i dinjitetshëm? A është i moralshëm? A është i suksesshëm? E kështu me radhë. Sepse puna kallëzon pastaj për fjalët e njeriu. Për këtë edhe ky Ibrahim at-Taymi rahimahullah thot, kur i krahasoj fjalët me vepra, kam frikë që dal ditën e gjykimit tek Zoti i shkruan gënjeshtar. Për arsye se kërkas janë veprat me fjalët tim. Dhe muslimani lypset vepër, jo fjalë. Sepse na me fjalë, na si popull me fjalë, moti nishin e kena shtiru, Beograd kena pas mrejeti. Qëtelia me fjalë, motina, shkupit e aneja dhe pinatonit, e jonja është. Ja e. Amo me vepra, si jem kërkaheq. Me vepra, qëto që je e nasë më mujna me mojë. Qëto që je në kamet si pleme në krasim me ato që shkru një historia për neve, si pleme, edhe qëto së më mujna, dhe më ona o kallë. Pse veprat që ngërka me fjalë, me det. Patriot ma shumë se na s'ka, hiq, as një shtet ma shumë patriota se na s'ka. Amo në praktik, ja. Në praktik, lypset në praktik, jo vetëm llafe. Sepse kështu na mësojnë gjeneratat e para të Islamit çfarë frike kanë pas ndaj Allahut subhanahu wa taala. Omer ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, dashur vëllezër, halifi i muslimanëve, kryetari i muslimanëve, xhenetin e ka pas sigurt në dynja, ka përgëzu pejgamberin me xhenet.
e ka shiku Hudhejfen, radhiyallahu ta'ala an Hudhejfen ibn al-Yamanin, në xhami Hudhejfja, ka qenë njëri që i ka ditë sekretet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Resulullah ja ka tregu Hudhejfes listën e munafikave. Listën e munafikave, dyftyrshave në Medinë që kanë qenë. Që me fjalë kanë qenë musliman, me vepra, domethënë me zemër s'kan qenë musliman. Ja ka tregu me emra, ka thonë filani, jo munafik. Omeri e ka përcjell Hudhejfen në xhami kur ka ardhur në xhenaze, apo ja fal namazin Hudhejfi apo jo. Apo ja fal namazin e xhenazës Hudhejfi apo jo. Në qoftë se nuk ja ka falë dhe se ka përcjell xhat xhenaze, as Omeri s'ka shku. Se e ka ditë që është munafik. Edhe u shku një ditë edhe e ka lutur Hudhejfi, thonë posh Allah. Kallzom ajo më në çat listë. Para më notash. Omer ibn Khattabi, që njëri që ja ka pas frikën Allah të siguraj së ngjana. Shejtani, kur e ka shku Omeri me një udhë, shejtani e ka thy udhën. Qëse shejtani u kon të ardhë në njëjtin drejtim, e ka thy udhën kur e ka pa Omeri. Amo që ke Omeri u shku te Hudhejfi i ka thonë posh Allah që më të lutna. Veç mu të regom, a janë në listën e munafikave jo. Ka thonë wallahi sjetin mesin e tyne dhe mësën vetë mos e stregoj. Aq ka pas frikë prej Zotit Gjelle Gjelaluhu, mos është prej njerëzve që është dyftërsh, edhe mos fjalët e tij janë veç kot edhe veprat si ka kërka hiç. Kush? Hazreti Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, njeri i cili gjumi nuk e ka zonë natën prej frikës ndaj Zotit, kur është dalë në treg edhe i ka pot bitë vet që kafshë i kanë matë majme se tjerët, i ka thonë meri çojnë shtëpinë e mallrave të muslimanëve. Sikur tash më thonë meri çojnë bankën qendrore, se ka thonë ta kanë çu udhën se je djali kryetarit. Ta kanë çu udhën me i kullot se je djali kryetarit. Meri çoj ka thonë në shtet se të shtetit pe Sodit janë. Ma ka thonë mijat janë, unë i komplet, ja ka thonë pe Sodit nuk janë tuat. Që si njerëz ka pas ymeti që ja kanë pas frikën ndaj Zotit Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'u. Një sahabe tjetër i Resulullah, një Thabit ibn Qais, kur ka zbrit ajeti Kur'anit në surën Al-Hujurat, ja ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. O ju të cilët keni besuar, mos e ngritni zanin kur jeni të fol mbi zanin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse është frikë që ju shkojnë veprat hoq. Ky Thabit ibn Qais ka qenë njëri që vetë kur ka fol e ka po zanin e madh. Nuk ka bërtit, po kur ka fol Zoti ka thonë ç'është zani, dikush e ke po flet ç'është me Allahs tijet se zanin e ka vetë ç'është. Ky ka thonë a veç për mua pas ka zbrit ky ajet. Sepse unë kur flas e kam zanin e madh, e për çka Zoti e pas ka zbrit ç't ajet, edhe mo është nguju në shpinë e vet s'ka shku në xhami. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam adeti i tij u thonë që kur ka munguar ndonjë prej xhamatit, prej shokëve të vet, ka pyetur atë ku filani. Ku filani? Do të thonë se në xhami zatet me përdet. Një me mungu dihet, xhamat sot pak. Në atë kohë kanë njëm sahabët të cilët kanë qenë, nuk ju kanë shumë numër që ata që kanë qëndruar në Medinë, se ka pas shumë tjerë që kanë jetuar edhe në përfshatra, në shtëpia të tjera, po në Medinë kanë qenë pak, i kanë njohur Resulullah. Ka thonë ku a Thabit ibn Qais? Ka thonë wallahi ja Resulullah, është nguju në shtëpi. Pse? Ka thonë sepse po ka frikë që ajeti që ka zbrit, o ju të cilët keni besu, mos e ngritni zanin mbi zanin e pejgamberit, ka zbrit për ta, se ka thonë është njëri që ka zanin e madh, ti e din. Ka thonë edhe po ka frikë që këtë veprat i kanë shku hoq. Ka thonë jo, s'është për ta. Ka thonë shko për gëzoje që ai s'është prej banorëve të zjarrit, po është prej banorëve të xhenetit. Shko ka thonë atij shokit, për gëzoje Thabit ibn Qaisin që është prej banorëve të xhenetit dhe jo për banorëve të xhenetit. Sepse ka zbrit për ata njerëz të cilët se kanë frikën Zotit, flasin në sy pejgamberit, e ngritin zanin, flasin pa lidhje për beduenët. Jo për Thabit ibn Qais, aq ja ka pas frikën Zotit, sa që ka thonë shkoj puna ime hoq, edhe marrova për këtë dynja dhe për ahiret. Kështu ata ja kanë pas frikën Zotit xhalla wa ala, dashur vëllezër besimtar. Edhe kur ka frikë Zotit njeriu në këtë formë, ai njeri nuk bën çeder, nuk bën probleme. Nuk është problematik as në veten e tij, as me familjen e tij, as me lagjin e tij, as me qytetin e tij, as me shtetin e tij ku jeton, ajo është rahat. Edhe shteti është rahat me të. Pse? Sepse besimtari është pjesë përbërëse
e shoqërisë ku jeton. Nuk guxon muslimani, besimtari, me qenë pjesë problematike e shoqërisë ku jeton. Nuk guxon, sepse Islami nuk na mëson kështu. Çaj që del jashtë tyre sozave, ai se ka kuptuar Islamin mirë. Ai se ka kuptuar Islamin mirë. Me qenë njerit që falesh, edhe më zonë për vjedhje, kjo kurqysh s'kapet, hiç kjo. Nuk kapet kjo me Islam, kurqysh. Që bja ka mundësi, pa i ka mundësi dhe. Me qenë njerit që edhe agjeron, edhe falet, edhe mashtrus, nuk shkon kjo punë, kurqysh heq. Pa ka mundësi me ndodhë, po kjo se ka kuptuar Islamin që ndodhë. Se ka kuptuar Islamin që ndodhë. Nuk ato e lanë Islamin me bë vend zemrën e tij. Sepse muslimani i mirëfill që ja ka frikën Zot, që ja ka frikën që ka me dalë me dhënë llogari para Allah, nuk është i dëmshëm për shoqërinë ku jeton. Përkundrazi, praktika e fesë së tij bën që njerëzit me dashur Islamin dhe me fillu praktikën e Islamit vetëm me praktikën e tij që ja bën dini Zoti xhallahu ala. Për këtë thot Muadh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, njeriu besimtari nuk dihet i qetë derisa ta kalon urën e Siratit. Besimtari nuk njihet rahat derisa ta kalon urën e Siratit edhe del maton dhe shkon në xhenet. Deri që atëherë thot nuk njihet rahat besimtari i cili ja ka frikën Allahut subhanahu wa ta'ala. Dashur vëllezër, Enes ibn Maliku e ka këshilluar djalin e vet dhe i ka thonë ja bunayya iyyakum was-safila. Ka thonë mos u ul me këta safila. Ka thonë ja kush janë këta? Mos rrin me zdes me këta njerëz. Ka thonë djali vet, po kush janë këta? Ta janë ata që s'ja kanë frikën e Allahut. As shok nuk bën me nxon ata që s'ja ka frikën e Allahut xhallahu. Sepse ajo është shok i interesit, nuk është shok i cili ta don të mirën e ahiretit. E shoku i cili ja ka frikën Allahut xhallahu ala, ai është i dobishëm për ty edhe për dynjan tonë, edhe për ahiretin tonë, Sepse në dynja, për dynjan tonë tregon që çto mos bën prej se është haram, çto duhet me vepru se është halal. Edhe për ahiretin tonë të këshillon, për arsye se ja ka frikën Allahut xhallahu ala dhe ka dert që ka me dalë para Zotit xhalla shanehu wa taqaddasat asma'u. Pastaj tregohet për Omer ibn Abdul Aziz, për i tabi'inve, njëri që ja ka pas frikën shumë Allahut, kryetari i muslimanëve. Gruaja e tij Fatimja ka qenë princesha më e madhe e kohës. Sepse babën e ka pas gruaja e tij halife, kryetar, vllavin e ka pas kryetar të muslimanëve, burrin e ka pas kryetar. Princesha më e madhe i ummetit islam nuk njeh se sa Fatimja, gruaja e Omer ibn Abdul Azizit. Sa kanë qenë të ri, ka dalë për piknike, ka ecë me gruan e tij derisa është bë halife. Kur është bë halife i muslimanëve, ka qenë fukara i madh. Fukara i madh ka qenë, kryetari i shtetit. Gruaja vetë thot, një ditë për ditë Omer thot, ai di be thot sa kanë jetuar në Medinë, kanë qenë pak i darën, kanë pas më të mirë, na dal pak fushetite, na dal. Ka thon tash je bë kryetari i shtetit, ka thon, ti ki mundsi mu më bë pallate, jo më dal dikun e me hec, po pallate ki mundsi më ndërtu. Me komplet shtetin dorë ki. Çai ka thon gruaja, ka thon, oj Fatimi thot inni khaf Allah. Ka thon vallahi kam frikën Zotit. Kam frikën Zotit xhallahu. Ku më dal para Allahut azza wa jall. Ku më dal para Zotit xhallahu ala nesër. Kjo është parë publike, parë shtetit, s'është e jemi. Kjo është parë muslimanëve. Nuk është e jemi, ka thonë. Duhet muslimani ja pas frikën Zotit. Veç 2 vjet ka qenë kryetar i shtetit muslimanëve, 99-101. Në kohën e tij s'ka pas kush kujt më ia dhon zeqatin. Kohën e Omer ibn Abdul Azizit s'ka pas fukara. Zeqatin s'ka pas kush ku më ia dhon, e kanë virë në deg. Ka shumë ka thua Allah bereqet. Pse kryesori ja ka pas frikën Allahut. Sa që edhe kafshëve tegra ju kanë qitë në për male me hangër, edhe bariu kër i ka rujt delet, ujku ka kalu në përmjet deleve edhe ka shku, si ka hangër delet. Pse? Se ka pas shka me hangër jashtë. Në moment që ka fillu ujku me hangër delet, bari ka thonë pas ka dek Omer ibn Abdul Aziz. E kanë marrë vesh që ka vdek kryetare. Që si njeri nuk vjen shpesh. Pse? Ja ka pas frikën Allah të Zotit. Ja ka pas frikën Zotit, prandaj edhe Zoti xhallahu ala i lavdron këta njerëz të dashur vëllezër në Kur'anin famlar thot radiyallahu anhum wa radu an. Allahu është i kënaqur me ta
Edhe këta janë kënaqur me Zotin. E këta duhet me qenë modeli jonë. Këta duhet me qenë modeli jonë. Për me qenë musliman i mirë, për me qenë shqiptar i mirë, se në i patriotët duhet edhe shqiptar. Për me qenë shqiptar i mirë, duhet me qenë musliman i mirë. Fond, pik. Për me qenë shqiptar i mirë, me qenë musliman i mirë. Me ja pas frikën Zotit. Po si ja pas frikën Zotit, desh ke shqiptar, desh gjerman, desh amerikan, desh arab. Si ja ke frikën Zotit. Spritet për ti kur gjajq. Ai që ja ka frikën Allah, ai punon për dynjan e tij, punon për ahiretin e tij, për familjen e tij, për popullin e tij, për shtetin e tij. Kështu neve na mësojnë gjeneratat e para të Islamit se si me ja pas frikën Allahut Azza wa Jall, dhe si me qenë besimtar të devotshëm duke lutur Allahun Xhalla wa Ala, që na bëj prej tyre, na bëj prej atyre njerëzve që ja kanë frikën Allahut Azza wa Jall, jem prej atyre besimtarëve që Allah Azza wa Jall është i kënaqur me neve dhe jo hidhruar me neve. Wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.